Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. Por rria dhe mendoja në lidhje me disa gjëra dhe rash në konkluzionin për të bërë këtë video. Shpesh herë në Islam ka disa kategori dhe një ndër këto kategori janë edhe njerëzit që mendojnë se janë më të mirë se të tjerët. I duket vetja se janë më besimtar. Ndoshta sikur bëjnë garë apo sikur nëse nuk bëjnë disa gjëra apo lën disa gjëra apo janë perfekt. Dhe është folur në Islam në lidhje me këto njerëz që kanë paksa atë pjesën e hundës shumë herë më lart se të tjerë, në kuptimin figurativ, duke patur në fakt shumë probleme brenda pikpamjeve të tyre. Dhe në lidhje me këtë, kam vënë re shumë njerëz që e konsiderojnë veten fetar dhe mendojnë se nëse ata heqin dorë nga diçka, për shembull në Islam, mendojnë se e quajnë veten perfekt. Dhe gjykojnë dikë tjetër që ndoshta është duke u stresuar, është ndoshta duke u munduar për të bërë gjërat siç duhet sipas Islamit, dështon, ka sukses, sërish dështon etj. Ndërsa këta njerëz që bëjnë se kur kanë hequr dorë nga gjithçka, dhe bravo nëse kanë hequr dorë, por nuk mendoj se ka njerëz perfekt në lidhje me fen. Besoj se ata njerëz për shembull që nuk festojnë, nuk po them gjëra fetare, nëse nuk festojnë ta zëm gjëra rituale, ta zëm kulturore, ku diun një ditëlindje ta zëm, apo sepse ka marr një mesazh, dy mesazhe në lidhje me në Arabinë Saudite që janë çuditur disa njerëz që ekzistokan festat shoqërore, festat familjare etj. Dhe mendojnë se një ditëlindje është një adhurim, ndërkohë që nuk është adhurim, është çdo kush ka të drejtën të festojë dhe nuk duhet gjykuar dikush për shembull se është duke festuar për sa kohë ai nuk është duke adhuruar një zot tjetër, për sa kohë ai nuk është duke adhuruar një qenie njerëzore, a ku di unë, etj. Dhe për sa kohë nuk është duke bërë rituale të një feje tjetër ndryshe nga Islami. Janë disa njerëz që mendojnë se duke u hequr, domethënë jetojnë për opinionin publik. Dhe duke jetuar për opinionin publik, harrojnë që ato gjëra që duhen bërë për Allahun. Dhe harrojnë kryenërsia e njeriut e këtyre njerëzve arrin deri aty sa më shumë e kanë se ç'mendon tjetri se sa fetar mund të jesh ti, se sa si duhet të jesh realisht. Një fetar apo një musliman apo një i sapo kthyer në Islam etj. Nuk ka nevojë për harbutësi, në kuptimin në mënyrën kur ti je duke këshilluar dikë, këshilloje patjetër, por mos e këshillo ose mos hesht duke i bërë padrejtësi. Në kuptimin që ka njerëz që mendojnë se ka një perfeksion të papar ndaj Islamit dhe gjithë tjerët i shumëzojnë me zero. Dhe kjo padashje ose dashje padashje i çon në kryenësi. Dhe kryenësia nuk është gjë e mirë në Islam, nuk lejohet dhe nuk duhet thënë gjëja kur është gabim fetarisht, patjetër, por duhet ditur dhe se si duhet thënë diçka. Vëre shumë njerëz që i thonë me harbutësi, ti po bën haram, ti po bën këtë gjë. Domethënë harrojnë që Islami është paqe. Shprehuni në mënyrë të drejtë, por mos u shprehin në një mënyrë që do largoni tjetrin nga feja, ose ku diun ka njerëz që sapo janë rikthyer në Islam dhe mund t'i tremni në mënyrën se si ju flisni. Prandaj dhe shumë
shumë dhe shumë hoxhallar që dëgjoj, domethënë butësia dhe qetësia e të folurit, toni i zërit e tjerë, gjuha trupore e tjerë, duhet me patjetër të ndikojnë pozitivisht tek njeriu dhe jo në një mënyrë tmerruese, friksuese e tjerë. Nëse ti si musliman ke hequr dorë, domethënë je i rikthyer në Islam dhe ti ke hequr dorë nga disa gjëra që nuk lejohen në Islam dhe bravo të qoftë, ti mund të këshillosh, mund të thuash në një mënyrë që të mos e bësh tjetrin të ndihet në faj apo të ndihet keq apo ku di unë. Ka shumë njerëz që dashje pa dashje, domethënë ka shumë njerëz që i mbi mendojnë gjërat dhe ka shumë njerëz që lëndohen nga fjalët, kështu që duhet pasur kujdes kur flitet or kur i flitet dikujt. Apo të mos shprehesh në një mënyrë qoftë edhe me heshtje, ku di unë, se ti për shembull zgjedh të mos bësh diçka dhe dikush tjetër që është musliman e bën, por dhe është një janë grupime studiuesi që nuk e kanë vendosur ende, ka shumë studiues që thonë një gjë dhe shumë studiues një gjë tjetër në lidhje me gjëra të ndryshme, por ka gjëra dhe hadithe që janë të sakta në kuptimin që janë grumbulluar dhe janë të sakta për të ndjekur, por janë disa gjëra që shpeshherë dikush mendon se është mbi tjetrin dhe përpiqet që me gjeste apo me tonalitet apo me gjuhë trupore të intimidojë njeriu tjetër. Në Islam askush nuk është perfekt. Edhe nëse ke një person që nuk feston festa, sepse ashtu thot Islami, okay, shumë mirë, por kjo nuk të jep ty të drejtën ta konsiderosh veten perfekt. Ti mund bësh diçka tjetër, dikush tjetër bën diçka që ti nuk e ndjek për shembull si udhëzim. Është një gjë që ti po përpiqesh për shembull po e ndihmon veten të bëhesh një musliman sa më i mirë, por perfeksioni është vetëm është perfekt është vetëm Allahu edhe jo ne, por kjo se them unë perfekt nuk do të thotë që të mos bindemi në bazë të atyre që na ka thënë Islami, që na ka udhëzuar Allahu, por jo të gjithë njerëzit janë një lloj, jo të gjithë stadet e besimit janë një lloj. Shpeshherë ka njerëz që strapacohen, domethënë kanë shumë vështirësi, por nuk duan gjykime të ashpra në kuptimin që unë e bëj ti se bën, ndërkohë që ti mund mos bësh diçka që bën ai tjetri, kështu që është mënyra se si i drejtohemi njeriut. Nëse unë shoh një musliman që më flet me arrogancë, unë nuk merrem fare me atë si person, sepse arroganca nuk lejohet në Islam. Duhet të jesh humble, si thonë në anglisht, duhet të jesh njeri që të mundohesh ta përqosh Islamin ashtu siç duhet. Gabojmë, edhe unë kur flas shumë gjëra domethënë nuk jam perfekte, edhe unë kam ato vështirësitë e mia dhe ato sakrificat e mia të brendshme që i luftoj çdo ditë për të munduar të bëj gjërat siç duhet. Secili bën zgjedhjet e veta, sigurisht duhet të mundohemi të plotësojmë obligimet që na ka dhënë Allahu, por le të mos mundohemi të bëhemi të këqinj dashje apo pa dashje, sepse po e përmend si shumë këtë dashje pa dashje. Kështu që Allahu ju ruajt, ju udhëzoft dhe ju dhënë më të mirat si në këtë botë dhe në botën tjetër. Të gjithë të gjykohemi, inshallah përfitojmë parajsën, inshallah i kemi na shkojnë gjëra të mirë. Inshallah jemi prej atyre që nuk do jemi banor të ferrit,
por atë gjë e di vetëm Allahu, kështu që ne si njerëz thjesht mundohemi të jemi të mirë me njëri tjetrin dhe jo të tregojmë xhelozi, kontroll apo të tregojmë që të mundohemi të intimidojmë tjetrin apo të tregojmë që jemi më të mirë se njëri tjetri. Nuk ka më të mirë se njëri tjetri, ka sjellje të mira, ka veprime të mira. Unë mund të flas 100 fjala, 1000 fjalë etj. Nëse unë këto që them nuk i bëj në veprime, atëherë unë nuk duhem ndjekur. Kaq. Por sigurisht nuk jam perfekte. Nëse dikush mund të mos pëlqej diçka tek unë, e njëjta gjë vlen edhe për mua, sigurisht do flasim atëherë kur është e drejtë, por mënyra e të folurit duhet kontrolluar me respekt.